nuk do të bëj shtet. Pse nuk do të bëj shtet? Po ky gjithë bota, informacionin më të shumt, më të madh, më të shpejt, më falas, më pa lek e merr nga qytetarët. Jo bën për krimet, por edhe për gjëra më të rëndomta. Edhe gjëra më të rëndomta. Një plerë që është hedhur në rrugë që nuk është pastruar. Jo më për krime. Po ky ja ka mbyllur gojën popullit. Nuk e informon se ky marrëdhëniet qytetar, shtet janë marrëdhënie midis armiqsh. Unë për shembull ta shoh duke bërë krim atje, unë nuk raportoj. Sepse të parin fare do më vi mua i kriminal thotë pse raportove ti. Më ka ndodhur mua, në Rushje kjo punë. I raportova njëri atje, erdhi kriminali para policisë për të marrë mendimin tim. Atë çfarë? Çfarë bëri policia në këtë rast? Çfarë bëri policia? I tha, "Ora, çfarë bën ti kështu?" I tha atje. Mos bëj çitje kështu dhe do vrash kalamajta. Të dera shtëpisë. Ja urdhë. Po edhe populli nuk reagon dot, nuk informon dot. Se ky s'më ka bërë mua më që ta informoj unë. Se unë se gjej derën hapur të administratës shtetërore të shtetit qeverisë. Unë i kam bërë mbi 20 email këtij personi, këtij kryeministri marr. Edhe s'ka pranuar kurrë asnjë vërejtje që kam bërë. Asnjë këshill. Asnjë këshill. Ç'është ky kryeministër? Nëse një prind nuk e dëgjon fëmijën e vet, kur i thot pse se bën këtë, se bën këtë, ikse e di unë atë punë. Apo edhe ja rreth, e do ai atë prind, ai fëmia, a e do? Unë nuk do prindin fëmia. Si ta duam këtë kryeministër? Si ta dua? Ku ky s'më përfill fare mua. Më ka heqë nga rrethënia. Edhe kulmi fare është. Edhe Evropa heshti. Edhe ky ambasadori evropian që më flet mua për fëmijët. Kujdesi për fëmijët. Çfarë fëmijë fleti? Ti fëmijët e Edi Rama i ka lënë pa çerdhe, pa kopshe, pa shkolla. Çfarë kujdesi duhet për fëmijët tjetër? Këtu fillon jeta. Harxhon miliarda lek apo miliona euro për autostrada, porte, aeroporte. Po nuk jetojnë njerëzit në porte, aeroporte. Çdo gjë ka kohën e vet. Jo o burra gjëra të mëdha. Jo burra, ngri kullën mes lulishtes. Ku do lozi fëmijët? 20% e fëmijëve sot frekuentojnë çerdhet dhe kopshet shtetërore. 80% një pjesë nga ata frekuentojnë ato privatet, pjesa tjetër i mbajnë shtëpi nënat. Po kur i mbajnë nënat në shtëpi, do thotë që ajo shkon në punë. Pra në shtëpi janë gjysma të ardhur të familjes, nëse edhe babai punon. Atëherë ky do zgjidhë ky se thotë nuk kam lek, thotë nuk kam derdhi kontributet. Po mirë ti, hap çerdhe. Se nuk është thjesht që do futet në çerdhe, po në çerdhe edhe mirë rriten, po dhe edukohet fëmia. Edhe nuk rrin celular gjithë ditën. Po edhe sociale më shoqërizohet me njëri tjetrin. Nuk e shohin duke ndër një shtëpi e shohin njëri tjetrin si ujk. Sepse ashtu ato gjëra shikojnë në celular. Por futet nënat në punë. Nxjerrin të ardhurat, po derdhin kontribute për sigurimin shoqëror dhe shëndetësore. Pra për pensionistat, ku t'ja kërkon këto zgjidhje? Një kjo e dyta, flet për informalitet. Ku t'ja kërkon këtë informalitet? Po është administrata. Është e paftë dhe korruptuar. Ja kam thënë 100 herë. Më jep një vit rresht, një vit më jep më kompetencë, më vënë në postë me rrok shteti. Të drejtoj të komandoj bllokimin e informalitetit, kam bosh mjetën time ta zhduk. Ta zhduk. Kam punuar dikur në institucionin më të korruptuar në shtet, para 90-s. Edhe kam bërë lule. Prandaj, këtu ka korrupsion, fajtori i parë është Edi Rama. Po tjeta i në rregull, po tjeta i aftë. Dhe i ndershëm, nuk ka korrupsion, se dhe ministra do t'i vërë të tillë, si mos vetës. Jo gjej anonim nga anës dhe bau ministrë ti. Ja kështu është kjo punë, s'ka rrugë tjetër. Zoti Dyshniku, si ka mundësi që partitë e vogla nuk mundën ta thyejnë atë apo ta çajnë atë bllokadën e madhe që kishin krijuar partitë e mëdha në zgjedhjet e 11 majit dhe nuk arritën dot që të jenë vërtet një alternativë përballë mazhorancës së Edi Ramës, pra po themi kryesisht Partisë Socialiste të Edi Ramës. Unë mendoj se nuk është plotësisht kaq negative e pesimiste situata. Po për herë të parë në këto 35 vjet, partitë e reja arritën të marrin qoftë dhe një deputet.
se ka pas edhe ca koka të mëdha që kanë qenë deputete, ka qenë zvans kryeministra, ministra, president republike, që kanë krijuar partit, po s'kan arritur të marrin një deputet, si shmorën këto 3 partit të radhë. Pra një krisje e bën, por do të ishte më e madhe në qoftë se kodi zgjedhor, në qoftë se nuk do ekzistonte ligji për listat e mbyllura. Po dhe unë këtu i vë faj, është një krim që Evropa e mban gjallë në Shqipëri. Pse duhet të ketë Shqipëria 12 qarqe? Pse duhet merret mandati i deputetit me votat e një qarku? Deputeti është përfaqësuesi i gjithë popullit, nuk është një qarku. Ai bën ligje për të gjithë popullin. Pse nuk ka një zonë zgjedhore Shqipëria? 2 milion veta jemi më. Nga ata 700.000 janë kalamaj. Pra 1,5 milion gati. Pse s'kemi një zonë zgjedhore ne? Deputetit të zgjidhet dhe të caktojnë partit. Ama populli do votoj nga Tropoja deri në Konispol. Të votoj për të gjithë. Se kështu do eliminohet edhe ajo vjedhja, interesat që se kur je brenda një qarku, thotë, ore këto 2 parti të mëdha, këto do fitojnë, thotë, do jenë mbështet, thotë. Qoftë ato vendore, qoftë të mëdha. Ndërsa kur është gjithë Shqipëria, një parti e vogël, e re sidomos, ose edhe deputeti i pavarur, ai mund të ketë 100 votues në Tropoj, 70 në Kukës, edhe në jug të Shqipërisë, pra i ka shpërndar, populli janë këta. Pse sot duhet i marri ato që çalën partitë e vogla, sipas ligjit që kanë bërë këta, sipas jepit, duhet i marrin 2 partitë të mëdha. Pse? Pse? Është e padrejtë një gjë e tillë. Prandaj u them, duhet të ketë një zonë zgjedhore. Deputetit të votohet nga gjithë shtetësi shqiptar me drejt vote, brenda dhe jashtë vendit. Dhe partia fituese të jetë ajo që deputetët e të cilës kanë marrë më shumë vota nga partitë e tjera. Jo ti zgjedhi ky, ti caktoj ky me listat mbyllura siç bëhet tash. Pse s'bëhet kjo? Se bëhet e keqja fillon edhe te partitë vet. Tani këta janë bërë 20 parti të djathta. Unë kam atë mendimin tim për këto djathtizmat. Në Shqipëri s'ka pas parti të djathta diku. Mund të quheshin këto balli dhe legaliteti. Por faktikisht që do 35 vjet që s'janë votuar, janë futur në ombrellën e PD-s, s'janë parti djathta. Se këta thonë, partia e djathta mbështetet në 3 shtylla, thonë vetë ta. E para thonë prona, e dyta familja, e treta besimi në Zot. Të treja. Ja të marrim PD-n që ka 35 vjet në pushtet, që është partia kryesore e djathtë, që quhet e djathtë. Për mua s'ka asnjë parti djathtë. Çka ka bërë për pronën kjo? Ai vuri kazmën pasurinë kombëtare. Ka pronë më të madhe se ajo? Pra, iku nga pronës. Ti je armik i pronës. Leça propagandë bëndi. Kur thoni pasuria kombëtare, për çfarë keni fjalën? Pasuritë minerat, pusët e naftës, hekurudhat, armatimi i ushtrisë, vaporrat, anijet, aeroplanët, etj. Kjo është pasuri kombëtare. Nuk flasim për shpinë e individit, apo i cop tok, etj. Këta e bërë shekulla. E bëri ai atëre, po e bën edhe ky tash. Ja jam aty strategëve ky. Me 100.000 lekë të vjetra në xhep, ai aktori u bë investitor strategjik. Apo u rru shekulla, sipas shefit. Kështu që këto punë, këta i kanë bërë jashtëzakonisht keq.